Kujdesi ndaj kafshëve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit në Shkodër. Sipas veterinerëve, ndryshe nga më parë, kujdes të shtuar po tregohet dhe ndaj kafshëve ndacak. Situata ka ndryshon nga viti në vit. Interesi është më i shtuar, qytetarët gjithmonë më shumë rritin përgjegjësinë për kafshët, kanë filluar të mbajnë më shumë, të kujdesen më shumë për to, jo vetë që t'i mbajnë në kushte shtëpie siç janë mbajtur më përpara, por të kujdesen për to, t'i bëjnë shërbimet e tyre të nevojshme. Gjithmonë ka nevojë për më shumë përmirësim, por që prap situata është më mirë se çka qenë më përpara. Veterineri Cokol Male tregon edhe disa këshilla rreth kujdesit ndaj kafshëve. Duke pasur parasysh që kafshët janë pjesë e familjes tonë, atëherë ata dhe kujdesin e duan të tillë si pjesë e familjes tonë. Duhet patur kujdes me ushqimin e tyre, me kushtet atmosferike të tyre, me vaksinimin e tyre, me trajtimet e tyre të rregullta për parazit, çdo gjë të nevojshme që ato kanë. Sidomos kushtet atmosferike janë stresi i tyre është gjë shumë e rëndësishme, pjesa si i ftohti si i nxehti i tepër duhet pasur parasysh gjatë verës, pranvera që po vijnë përpara fillon nxehet koha, duhet pasur parasysh kujdesin e të nxehtit madh, të kenë ujë gjithkohës, mos digjen, edhe pjesa e lëkurës tyre duhet ruajtur shumë sepse është shumë e ndjeshme, por gjithashtu edhe gjatë dimrit, cilin e lam pas, që është edhe ai ka pjesën e të ftohtit që është po ashtu është gjë shumë problematike dhe që shkakton shumë stres tek pjesa e kafshëve. E rëndësishme për shëndetin e tyre është vaksinimi i rregullt, kryesisht i maceve, të cilat janë edhe më të dobta ndaj infeksioneve. Vaksinimi duhet të jetë i rregullt, nisin qysh sa janë klysh edhe kotelet vogla dhe pastaj vazhdon për gjithë jetën. Është një vaksinim vjetor i cili duhet bërë me rregull çdo vit, si vaksinimi, si trajtimet antiparazitare me periodicitetin e tyre të përcaktuar nga veterineri. Kafshët si qenë ashtu dhe macet, por sidomos macet janë shumë të ndjeshme ka smundje infektive dhe është pothuajse detyrueshme vaksinimi i tyre. Fenomeni qenë vendacak në rrugët e qytetit, duke se është përmirësuar falë ndërtimit të stres së qenëve, e cila ka krijuar kushte më të mira strehimi dhe largimin e tyre nga rrugët.